Me që jemi në Mars tani, çfarë po presim nga Vikena Kamenica? Ka gjëra shumë interesante. Çfarë po presim? Ka gjëra interesante. Jo, në opera në institucionin ku aderoj tashmë për shumë vitesh. Kam një vepër shumë interesante. E kam realizuar në Francë në janar dhe do ta sjell dhe në Shqipëri, sepse jemi afër Pashkëve në prill. Që quhet Misa Tango, është një muzikë sakra tango. Tango jo ai intimiteti pasioni që ne njohim në këngët e kështu. Tango është një ritëm, është si të themi vals apo të themi cha-cha-cha apo është normalisht është një vepër me atë lirikën latine të shkruajturit të një meshe të mirëfillt, siç e ka shkruar Rossini apo e ka shkruar Mozart apo ka shkruar Dvorak. Kush e ka shkruar këtë? Këtë ka shkruar Andrea Palmieri, është një argentinas, është kompozitori, është 60 vjeç tashmë dhe ai po bën ka një shitje shumë të fortë të kësaj vepre në mbar botën, që është për kor, solist edhe orkestër, ku ka 2 solistë orkestra që është bandoneoni, që është filharmonika që ne njohim dhe pianoforte, edhe orkestra. Është muzikë e jashtëzakonshme. Të dëgjosh Benedictus Sanctus në ritme tango ka një tjetër gjë. Ka një balancë aq të bukur të vendosur që është dhe normalisht ka shumë ka edhe vokalin besoj. Ka bazuar në vokal, ka solist dhe kor, jo vetëm solist. Korin mos t'i zbulosh të gjitha se do shkojmë do ta shohim. Është vërtet e bukur për të mos u humbur, ajo është ndërqie dhe flak, ka një emër sepse është Misa Tango, do jetë edhe disa këngë të famshme të Piazzollës tango për të realizuar një minutazh të gjithës në teatrin e operës së balet. Po, në teatrin e operës ka balet dhe vërtet është një nga veprat shumë të programacionit, por edhe të repertorit të operës, është për herë të parë, ndodh absolutisht është për herë të parë në Shqipëri. Është një krimtari e re, normalisht është ideja, po mundohet të bëjmë edhe konceptimin, duke qenë që unë po mbyll edhe masterin për regji, kështu që e kam futur veten shumë brenda të gjithës si produksion. Pra do që ta bësh vetë edhe pjesën e regjisë, po themi. Pjesën e regjisë, po mundohemi bashkë me për të mos zbuluar shumë detaje, domethënë është tip përkasin se i thon edhe për një muaj e gjys. Kështu që por është një nga ato veprat shumë interesante për të lënë më pas emrat e rëndësishëm që do marrin pjesë si drejtues, si krijues aty, kështu që është pranvera vjen me jetë kulturore. Akoma për të folur. Me kineman si e? Me kineman jam adhuruese e kinemas, pa diskutim. Shumë kurioze me gjithçka që ndodh tani dhe teknikisht për realizimin. Po se ke nga kjo e regjisë. E kam edhe aty deri ku po shkon AI, deri ku po shkon teknika, domethënë është e gjitha është po bëhet shumë sfiduese, po bëhet shumë interesante dhe normalisht jep shumë kuriozitet për çdo gjë që Te çfarë filmash jete? Filmat autor besoj, novel vag, kryesisht? Jo, ke filmat autor patjetër që jam. Më shkon edhe për natyrë të jem ke filmat autor. Kështu që ajo është kryesisht. Mirë, meqense të pëlqejnë filmat, ne kemi një dhuratë nga Kinema Cineplex për ty. Është bilet dyshe. Pra mund të shkosh me bashkëshortin ose me një person tjetër. Pa datë. Pra mund të shkosh në një e zgjedhun filmin. Po, kur të dali filmi që ty të pëlqen ta shohësh, ta presësh dhe të shkosh dhe ta shijosh. Kështu që ta gëzosh. Super, po kemi edhe 1-2 filma tani që janë autor, me sa dëgjova, mos ta ngatroj, që që vinë nga romanet dhe mund të jetë shumë interesante. Shumë faleminderit. Që ta shijosh. Ne të falenderojmë shumë që ishe te Kinoteka. Ne u kënaqëm, nuk e dim për ty, po energjia pozitive u ndjej. Domethënë erdha me atë minutazhin kështu si, okay, që kemi gjatë, por jo si ishte gjatë. E pas keni shumë drejt, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit Violgon. Tedi që merr dy ftesa direkt. Mirë, ne do të shihemi sërish të mërkurën tjetër bashkë me Violën. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë, mos harroni ta ndiqni në YouTube, në Instagram, në rrjetet të tjera sociale, në Spotify na gjeni dhe siç po themi shpesh, nëse na shihni në rrugë na përshëndesni. Patjetër. Ciao. Ciao.